rritja e pagave në Shqipëri nuk po përkthehet më në rritje të mirëqenies reale? Po sepse ka një mospërputhje mes shpejtësisë me cilën po rriten çmimet dhe madhësisë së rritjes së çmimeve, pra amplituda e rritjes së çmimeve me amplitudën e rritjes së pagave. Zakonisht në një treg të mirë formuar është le të themi ato shkojnë të dyja krah për krah. Le të themi që tregu e vet korrekton veten në momentin që rriten çmimet, pagat e ligën janë mbrapa me pothuajse të njëjtin ritëm. Dhe kjo bën që pavarësisht se ne kemi inflacion moderuar në çdo kohë, pra në çdo kohë paraja fillon të humbet vlerë, në fund fare arrihet të tregojë një ekuilibër ku një individ i caktuar për një periudhë le të themi mesatarisht shkallë 5 vjeçare, rritje çmimeve dhe rritje pagash, arrin që të ruajë fuqinë e vet vlerëse. Duhet kuptuar një gjë. Intensiteti i rritjes së pagës në vetvete nuk është më tepër nominal. Pra nuk ka të bëjë më shumë me sasi matematike të rritjes së shifrës të cilin ti merr si pagë. Pra ishte 800.000, 900.000, ishte 900.000 me 1 milion e tjerë. Rritja e pagës në vetvete është aftësia, fuqia vlerëse që posedon shuma e re krahasuar me shumën e vjetër. Pra, gjithmonë do të kemi rritje nominale të pagës. Gjithmonë do të kemi, sepse gjithmonë kemi në vazhdimsi do të kemi gjithmonë inflacion, i cili duke zhvlerësuar paran, atë copën e letrës që ne marrim, pra ato që shkruan 1.000 lekë, që shkruan 2.000 lekë, etj. Ajo copa e letrës fillon të zhvlerësohet gjatë gjithë kohës. Ajo elementi me cilin ti map ose në saktë rritjen e fuqisë e pagës në vetvete është a e ka ruajtur paga fuqinë vlerëse? Çfarë do të them? Nëse në vitin 2020 është që është marrë dhe viti referencial si një referojnë për ke parasysh tek të dhënat që pasqyrojnë që paga ka qenë 150 lekë, po, më shumë. Po, si vlerësohet kjo, si matet kjo 150 eurosh. Nëse themi 150 euro, po si matet kjo. Nëse krahasojmë për shembull me fuqinë vlerëse që paraqet paga e vitit 2020, krahasuar me çmimin e mishit, krahasuar me çmimin e ushqimeve, vezës, bukës, e më tepër dalin dhe përtej asaj, pra krahasuar me çmimin e naftës, krahasuar me çmimin e energjisë elektrike, krahasuar me çmimin e shërbimeve të ndryshme, nuk e di, transportit, biletat e avionit, krahasojmë me çdo gjë, biletat e kinemas, pra krahasojmë fuqinë vlerëse që ka pasur paga e atëhershme, pra sa bileta kinemaje mund të blejë me pagën dhe sa bileta kinemaje blen sot me këtë pagë, pra me këtë çmim që janë biletat e kinemas sot dhe me këtë pagë që ti merr sot. Dhe kur krahasojmë se sa bileta kinemaje blenim me pagën e vitit 2020 dhe sa bileta blenim sot, ta del që në 2020, pavarësisht se kishim një pagë më të ulët në numër matematik për e ke parasysh, përsëri në arrit të blenim më tepër bileta kinemaje. Dhe këtu dalim tek ai konkluzionit që them, që pavarësisht se paga është rritur nominalisht, ajo nuk ka arritur dot të ruaj ritmin me cilin i arritur çmimi. Dhe kjo ka ulur fuqinë vlerëse të pagës. Dhe kjo ndodh pikërisht sepse patëm një sforcim në rritjen e pagave, e cila erdhi si e komanduar nga sektori shtetëror. Çfarë do të them? Rritja e pagave që ka ndodhur në Shqipëri nuk erdhi si pasojë e rritjes së ekonomisë. Nuk erdhi si pasojë e rritjes së eficiencës në ekonominë e vet. Nuk u rrit efikasiteti i investimeve. Jo, erdhi e orientuar, e udhëhequr si një lokomotiv që tërheq trenin nga mbrapa, nga rritja e pagave në sektorin shtetëror. Pra ishte qeveria e cila themi shpall një plan ambicioz për të rritur pagat me qëllim që në sektorin shtetëror brenda vitit 2025 ne të kishim pagën mesatare 900 euro. Kjo presupozohej që duhet të tërhiqte gjithë ekonominë nga mbrapa. Pra të gjitha pagat, qoftë në sektorin privat. Po nuk funksionon shumë. Ekonomia ka ca rregulla të veta si funksionon. Dhe kryesisht është raporti mes kostos dhe përfitimit. Ky është raporti bazë, i cili dikton më pas se kush janë rregullat në cilën operon tregu.
Pra, sa e rrit pagën ai pronari i asaj fabrikës aty apo pronari i supermarketit në një vend tjetër. Pra, nuk është më tepër si pasojë tërheqje si mund të bëjë një sektor i caktuar siç është sektori publik në këtë rast. Jo. Duhet të rritur ekonomia. Rritja e ekonomisë do të çojë në rritjen e pagave. Praktikisht ka ndodhur që rritja e pagave në sektorin publik më tepër, le të themi, stimuloi inflacionin, se sa dha efekt në tërheqjen e sektorit privat në mbrapa. Dhe kjo ka bërë që ne të kemi të discrepancy sot. Pra të kemi një mospërputhje sot mes sasisë së çmimeve të rritura, që kanë ardhur si pasojë inflacionit qoftë të importuar, por dhe sasisë së rritjes së pagave që janë ndodhur kryesisht në sektorin privat. Sepse sektori privat, siç e keni parasysh, është gati 70% e gjithë të punësuar. 27% gjithë të punësuar. 3% e gjithë sektorit shtetëror. Prandaj në këtë prizmë po them që do të reflektohej, nuk diskutohej, dhe ne do të kishim një ulje të mirëqenies, pra ulje të fuqisë vlerësë së pagës, se kjo është mirëqenia, fuqia vlerësë së pagës, krahasuar me përpara iniciativës së ndërmarrë nga qeveria në vitin 2020 për rritjen e pagave të sektorit shtetëror. Dhe kjo është ajo që po reflektohet. Që ne shikojmë. Ajo që në studim, mas krahasuar, ai thotë që vlerëson se janë 150 euro më poshtë. Në fakt, janë duke fuqia vlerëse e pagës sot është më e ulët se sa fuqia vlerëse e pagës në vitin 2020. Si ndikon emigracioni në tregun e punës dhe në rritjen e pagave? Normalisht do të ishte një forcë ndikuese. Driving force, siç i thonë anglisht. Duhet të kishte impakt. Çfarë duhet të them është që për shkak të mungesës së forcës punëtore, biznesi do duhet të reflektonte temi këtë, duke ushtruar presionin e vet, dhe presioni që ushtron biznesi kush është rreth, rrit pagë. Pra, nëse ti je përballë faktit që po të ikin punëtorë se po ikin në emigracion, sepse ai thotë që shikoj unë punoj në Shqipëri, thotë punoj ku nuk e di, lulishtar. Si lulishtar ti paguam më 600.000 lekë, po të ikin në Gjermani apo të ikin në Itali, me të njëjtin profesion paguajmë 1.500 euro. Kështu që normalisht, dhe kjo tu ushtrojnë presion. Pra, tu kemi një moment për plasje. Në moment për plasje, mes asaj mes forcës që ndikon presion që ushtron emigracioni dhe fakti se sa rinë të përgjigjet biznesi këtu. Nuk e ka dhënë efektin që duhet të gjeti. Sepse gjeti biznesi një valë shkarkuese të këtij presioni. Kush ishte valja shkarkuese? Ishin punëtorët e marrë nga jashtë vendit. Të gjitha punëtorët që po vinë nga jashtë, po vinë duke rënë dakord me kontrata të cilat nuk i rrisin shumë pagat, ose më tepër le të themi mbajnë atë nivel që janë. Pra, çfarë do të them? Ai thotë, okay, sa të arrisi punëtorët shqiptar ja bëjnë nga 600.000 lekë, ja bëjnë 1 milion lekë, që mos minti. Unë po marr një punëtor tuaj nga Filipinet apo nga Indonezia, apo dhe po jap 600-700.000 lekë atij. Le të ikë ky shqiptar, sepse unë do ta zëvendësoj me punëtorin e huaj. Tani, kjo gjëja nuk është se po zëvendësohet 100% punëtori huaj aktualisht, por ka efekt psikologjik në psikologjinë e biznesit, e biznesmenëve, si për marsve, të cilët e kanë gjetur një valvulë shkarkimi. Kupton? Se si të mendojnë që mos rritin pagat, se të kenë parasysh që biznesi ose si për marsi nuk do që të rriti pagat, nuk do që të rriti kostet. Ai do të gjetë çdo gjë vetëm për mos rritur kostet. Dhe kjo i shërben psikologjikisht si një valë shkarkimi. Thotë, okay, ti mu bësh puna se unë do marrë atë indianin apo indonezianin apo filipinasin. Dhe kjo ka mbajtur në një farë forme presionin e ka suportuar dhe themi, ka bërë balë presionin që vjen nga emigracioni, sepse thotë, okay, nëse më ikin këta, unë do të drejtoj këto agjensitë do të sjellë më punëtor nga Filipinet apo nga Indonezia. Dhe për këtë arsye është dobësuar presioni që duhet të ushtronte emigracioni, se duhet të ishin më të alertur biznesmenët, duhet të ishin më të shqetësuar, duhet të ishin me një iniciativa më të forta për rritjen e pagave. Nuk po i marrin se. Pse? Sepse psikologjikisht ata thonë, okay, po i bëj një kërkesë agjencisë, agjencia do mësjellë punëtorë dhe punëtori do mësjellë punëtorë shqiptar që komunikat. Prandaj është amortizuar le presionin që ka nga emigracioni. Duhet të ishte një driving force shumë e rëndësishme për rritjen e pagave, sepse praktikisht
nëse do mbeteshin pa punëtor, ti je i sigurt që normalisht do të kishin rritur pagat, jo kaq sa ka rritur, por edhe 2 herë sa kaq. Por fakti që këtu ka një shpëtim psikologjik, që është emigracioni i importuar, pra importi i fuqisë punëtore nga jashtë, i ka mbajtur pagat këtu janë në sot klasë. A e pasqyron paga mesatare reale gjendjen ekonomike që ka shumica e qytetarëve shqiptar? Do të kemi parasysh një gjë. Paga mesatare është një gjë, paga mediane është një gjë tjetër. Mesatare, mediane. Janë dy gjëra ndryshme. Paga mesatare është raporti matematik i ponderuar i pagave që marrin gjithë shtetasit që pagojnë me pagën e Republikës së Shqipërisë përmbi numrin e të punësuarve. Çfarë do të thotë? Nëse ne jemi 3 veta, ose 4 veta, me marrë 4 veta. I pari merr 200.000 lekë, i dyti merr 300.000 lekë, i treti merr 1 milion lekë, i katërti merr 2 milion lekë. Do ta shikosh, paga mesatare e 3.500.000 lekë është 1.750.000. Kupton? Paga mediane është 300.000 lekë. Çfarë është paga mediane? Është ai nivel page ku gjysma e popullsisë marrin poshtë asaj page, gjysma e popullsisë marrin sipër asaj page. E ke parasysh? Kjo është paga mediane. Paga mesatare është mesatarja aritmetike e pagave. Pra e mbledhëm 4 pagat, i pjesëuam për 4, na doli 1.750. Ë? E kupton si logjik? Po. Ndërsa paga mediane që është shumë e rëndësishme, nuk është 1.750. Është në këtë rast jo përmenda ku njëri me 200, tjetri 300, tjetri 1 milion, tjetri 2 milion. Paga mediane është 300.000 lekë. Sepse gjysma e popullsisë tonë, pra 4 vetave, 2 nga këta 4 marrin poshtë 300.000 lekë, 301.000 lekë. E kupton? E njëjta gjë është në Shqipëri. Pavarësisht se paga mesatare sot e llogaritur, ajo llogaritja matematike, mesatare matematike e pagave të Republikës së Shqipërisë, është diku në mos gaboj rreth 88.000 lekë bruto, që bie diku te 77.000 lekë neto, 76.000 lekë neto. Në fakt, paga mediane është diku te 55.000 lekë. Çfarë do të thotë? Gjysma e të punësuarve në Republikën e Shqipërisë marrin 55.000 lekë poshtë. Gjysma marrin 55.000 lekë larg. Paga mesatare është gati 800.000 lekë. Paga mediane është 550.000 lekë. Kjo është referenca që duhet marrim. Pra fakti që Shqipëria është vendi ku gjysma e popullsisë që marrin pagë, marrin poshtë 550.000 lekë. Dhe prandaj ne kemi një mospërputje mes shifrave që publikohen, ku kemi pagën mesatare etj. Dhe realitetit. Pse? Sepse paga mesatare, për shkak se një pjesë e vogël, 5%, 10% marrin paga shumë të larta, që shkojnë në 50.000 euro, 60.000 euro në muaj, përsi shtatë, CEO të kompanive, apo drejtues të lartë kompanive, apo institucione të tjera, që marrin paga shumë të larta, kjo rrit shumë paga mesatare. Por paga mediane na tregon që në gjysmën e popullsisë është poshtë 550.000 lekë. Janë 80% e të punësuar në Republikën e Shqipërisë marrin poshtë 100.000 lekë të reja. Pra, poshtë 1 milion lekë. 80% e popullsisë. Ky është realiteti që kemi. Dhe nëse reflektojmë të realitet të dhëna që kemi, qoftë tek fuqia e blerëse, qoftë tek të dhënat e konsumit na dalin, atëherë kemi përputhje 100%. Nëse marrim pagën mesatare, na del që mos përputhje. Po, atëherë për ta përmbyllur, çfarë rreziku ekonomik krijohet kur çmimet rriten më shpejt se të ardhurat? Varfërohet shtondi. Kjo është pasojë e menjëhershme. Pra, çfarë do të thotë ti je i varfër është që të ardhurat që merr, sado qofshin ato, nuk përballojnë dot çmimet e produkteve. Pra ne mund të marrim, pra ti mund marrësh kujtë me 5.000 euro. Por nëse buka të shkon 10.000 lekë, atëherë 5.000 euro është shumë i varfër. Kupton? Sepse shkon 10.000 lekë në bukë. E para është fakti që varfërohet vendi. E dyta, natyrisht, një vend që nuk ofron perspektivë për progres, për prosperitet njerëzitik. Dhe
kjo është ajo që po ndodh në Shqipëri. Pra fakti që këtu situata ekonomike po proceson duke u përkeqësuar, pra varfëria po vjen dhe po rriten, sepse çmimet po rriten më shpejt se sa pakat. Vetëm se s'po rriten pakat, po rriten pakat. Po çmimet po rriten më shpejt. Ky bën njerëzit më të varfër. Si bën njerëzit më të varfër, njerëzit do të tentojnë të ikin nga ky vend që i bën të varfër. Do të shkojnë drejt këtij vendi që i bën të pasur. Dhe produktin final të gjithë këtij algoritmi robotik ne po shohim sot. Pra njerëzit po tentojnë të largojnë ditën më tepër nga Shqipëria dhe po tentojnë të largojnë ajo forcë punëtore e cila është produktive. Me një pak. Ajo po ikën sepse thotë, shiko, unë mund të moritet paga këtu, po fakti që çunë moritet shumë ditën më tepër, unë po bëj jeta ime po bëj ditën më e varfër. Ja të shkojnë në një vend ku jeta ime vjen më e pasur. Po ta dalë largohen nga Shqipëria. Shumë faleminderit për intervistën.